Jam lindur në Gjinev, mos e mbën me kajt e krejtë në rregull është. Për ardhjet e mia janë prej krejtë Europës, se kam Ukrainës, Polonisë, Austrisë, Italisë, Francës, dijem që jam katunare dhe krenare. Me thonë kanë një qetësi e brendshme ma e madh sepse janë konektuar me natyrë të në kohën. Unë jam artiste, jam street art, e bëj street art. Kosovë si do të Kosova, u zgënjeve me ato, ndoshta ke mendu diçka më e madhe që do të jetë në Kosovë? Po vendi shkreti, do din pamje komplet gabim. Vrani mola. Mos e vrani njeri. Thjesht se shumica kohës po për shqip, që edhe ëndër po shen shqip. Ka bëne që dënë, se je njeri lirje, zotit vetës, me ikë pa me këshyrë, veç iku edhe hajtë se mas një vjetë kime Të kemë komplekse si popa? Kompleks, po. Shumë komplekse. Edhe shumë po më vjen keq se s'ka ma shumë darë, na vynë ma shumë bebat, na vynë ma shumë natura, na vynë adin edhe po. Nona me më thonë mos vesh qashtu, ose mos del një atë orë, ose mos të Spanin. E kam kalu shumë se në të këqia, ma vështira, ma të rondat, ma shtrim. Cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën tonë që e ke pas vështirë me te i kalu? Në një moment, dënë me më palen kajt, a? Seriosë. Po s'kam me kajt, po m'njina shumë mirë, që hajde, jo s'di. Momenti va vështirë për mu jam tu e kalu tash, për momenti, në fakt. Po ti duke shumë mirë. Po dhe? Pas ndonjë dashni në Kosovë? Po e kam pas edhe në Kosovë, edhe në Zvicër, edhe në përkrejt bota kam pas dashnia. Je zgënjyme nga dashuria gjithmonë? Jo, kam mësuar prej dashnisë. S'ka lidhje, se Zoti ka një plan për mu, edhe unë e jetës teme kam jap Zotit.